e zgjedhjeve, a e penalizon Shqipërinë në procesin integrues në Bashkimin Evropian? Problematika që adreson ky raport, veçanërisht për mungesën e standardeve të zgjedhjeve, a e penalizon Shqipërinë në procesin integrues? Pa asnjë diskutim. E penalizon thellësisht. Dhe ata e thonë, falni, mirëpret ambicjen, thot. Mirëpret ambicjen e Shqipërisë për të përfunduar negociatat e antarësimit deri në fund të vitit 2027. Qa do thot? Ti ke drejt të thush, s'ka. Por, thot, rikujton se vendet kandidate kalojnë për transformimet të thella për të përmbushur kriteret e antarësimit gjatë negociatave, të cilat zgjasin sa është e nevojshme për të implementuar reformat e nevojshme. Thekson nevojën për të forcuar transparencën, përgjegjshmërinë dhe përfshirjen e procesit të antarësimit, përfshir dimensionin e tij të parlamentar, parajmëron kundër çdo veprimi që mund të dëmtoj sistemin e kontrollit të balancave. Po kush ta lexoj? Ajo që e nxjerr Don Kishotin nga Janjari? Ku mund ta lexoj ajo këtë? Ka i bën thirrje Shqipërisë për të përshpejtuar reformat për të forcuar sundimin e ligjit. Ka sundim ligji. Të luftoj korrupsionin dhe krimin e organizuar. Të pres lidhet pa Edi Rama, Taulant Balla, Elvin Hoxha, Belinda Balluku, edhe kjo Spiro Gjoka, se kot nuk e quajta Spiro Gjoka, unë jo. Të siguroj mbrojtje të drejtave thelbësore dhe të bëj përparime në fushën e lirisë së shprehjes, lirisë informacionit, pluralizmit. Indirekt, raporti thotë se pluralizmi është në rrezik. Pa shkon çështja tek pluralizmi, që nuk do të ekzistonte kur. Dhe pavarësisë së mediave. Parajmëron kundër çdo veprimi që mund të dëmtojë sistemin e kontrollit dhe balancave. Kush t'ia lexoj asaj? E kuptoni vetë ju? Sa e papërgjegjshme është? Thekson detyrën e parlamentit për të respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese pavonesë. Pavonesë. Thekson rolin themelor, thekson detyrën e parlamentit për thekson rolin themelor dhe të pazëvendësueshëm të parlamentit për ruajtjen e kontrollave dhe balancave. I bën thirrje Shqipërisë për siguruar përgjegjësi demokratike. E kuptoni apo jo? Përgjegjësi demokratike, domethënë këtu qëndrimet janë për demokracinë së shpirt njeri. Nuk çdo rresht që lexohet në raport, ju lutem lexojeni. Çdo rresht që lexohet në këtë raport bën autopsin e narkoshtetit.
Tjetër. Në djeshme, Kryeministri Edi Rama ka bërë publike një kërkesë të Unionit të Gjyqtarëve që kërkojnë rritjen e pagave të tyre deri në 700 euro. Por Kryeministri këtë ka quajtur një lajthitje. Në këtë rast, ju qëndroni në krah të Kryeministrit dhe jeni kundër rritjes së pagave të gjyqtarëve apo mbështesni këtë kërkesë të Unionit të tyre për rishikimin e pagave të tyre? Sa kanë kërkuar dhe njërë të lutëm? 700 euro. Deri në 700 euro është dhe për të përmbysur piramidën e rritjes pagave, ku tashmë do të merret si bazë presidenti dhe drejtori i departamentit të kryeministri. Tani e kam theksoj se prokurorët dhe gjykatët në Shqipëri, po prokurorët paguhen më shumë se çdo gjykatës dhe prokuror në të gjithë gatishullit e Ballkanit dhe bas me disa vende të Europës. Nuk ka gjë më absurde dhe kjo vetëm sa u ka rritur oreksi. Në qoftë se ju jeni gazetar dhe takoj çdo ditë me njerëz. Qoftë se gjeni një qytetar të vetëm, që u thotë se po mesën procesi gjyqësor pa rishfet, urdhoni dhe tërëzojmë këto. Por sot ju garantoj se rishfeti ka marrë për masat më gjigande në tërë historinë e këtij shteti. Ka qenë një periudhë kur, nuk e mohoj, kur ky çakalli që del çdo natë dhe flet nga shallvaret apo nga Berlini thot, bashkë me bosin e tij, Komisioni Evropian në një raport investigativ i akuzon e zez mbi të bardhë në raport se këta mirrin 150.000 euro për një transferim, 200 dhe 300.000 euro për një emrim në Tiranë. Po. Dhe t'u them të vërtetën, në qoftë se ka gjë në themel të shkatrimit atij sistemi, qëndrojnë pas gjithashtu këta dy vetë. Ja u them me keqardhjen më të madhe, sepse këtë praktik nuk ndoqi Recep Mejdani. Jo. Ishte para, Recep Mejdani kreu detyrën e kryetarit të KLG-s që ishte në atë kohë. Kjo praktik u instalua me këta dy persona dhe ju mund të bëni një hetim se çfarë do u thonë gjykatës dhe prokuror. Natyrisht unë kërkova që ta publikonin, se erdhen me pyetën mua. Zoti kryeministër, ta publikojmë këtë raport menjëherë, i thash. Ta publikojmë. Por ata nuk e publikuan sepse të dy këta, ky çakalli që ishte në atë kohë sekretari i përgjithshëm i KLG-s, se që ishte kësaj natyre, kërkuan që raporti të mos bëhej publik. Por sot ju garantoj që shifrat krahasuar me atë kohë janë 2 apo 3 fishuar. Janë 2 apo 3 fishuar. Sot, sidomos me shumat e pamasa kolosale që disponojnë kartelet e drogës, pa kufi, mos u çuditni që për gjykimet caktuara shkojnë edhe ipen edhe 10 milion euro. Edhe 10 milion euro, s'po them shifra se i kam, po
se sa të sakta janë nuk e di. Pra, kur në njëherë, Shqipëria nuk ka patur një shkallë të tillë të tmerrshme korrupsioni, si që ka sot. Po më thujti mu pak, sa dha poja Altin Troplinit për të mos arrestuar. Altin Troplini faktikisht amnistoi njeriu më të rrezikshëm për drogën në Europë. Sepse karteli i tij është karteli më i fuqishëm, është i vetmi kartel me port në dispozicion. Unë jam i bindur se këte e kombinoj me Edi Ramën, por të garantoj që poja, Altin Troplinit mund t'i jepte edhe 20 milion euro pa asnjë lloj dhimbje koke. Pa, ato rroga, ka për tyre njerëz të ndershëm, ka vajza të ndershme, ka burra të ndershëm, djem të ndershëm, nuk i mohoj fare. Por se si vepron korporata e krimit, e shtuar në një korporat, e lidhur, sa dush duman sa dush. Kjo është, po prap do në kohë, këto fraza që më dëgjuat ju për drejtësinë janë hapat e parë. Ne vazhdojmë, gjerësat të vërtetën e shkëmtuar. Sot përsëri ka avokatët të drejtësisë politike. Ka. Sot ata të cilët